Shiko, pjesa më e bukur është kur ti merr dhe një përqafim nga i fëmijë në fund të ditës dhe të thotë fare kështu thjesht, Arieta të dua, ose je shumë e mirë, ose kjo është ai atashimi im që mua më lumturon, ose kur shikoj buzëqeshjet e tyre. S'ka lumturi më të madhe. Do të thënë histori tipike si përmarrësit, shikon një problem që e ka vetë, edhe thotë që këtë problem përveç se do zgjidhë për vete, s'do e ketë askush tjetër. Nganjëherë më është thënë nga të rriturit, shiko, mendo pak më ndryshe se ngele 4 vjeç. Po do doja që në biznes mos jetë fokusi leku, sepse nëse fokusi është leku, pastaj e gjithë ajo objektiva që ti ke në biznesin tënd. Është si metoda Montessori, nëse ti nuk e mendon, se kthehem po prapë te dëshira ime. Nëse ti nuk e mendon, nuk e bën dot. Apo kërkon investimin tënd të rrallës? Extra Real Estate sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Europës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatura për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh. Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzon nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania sjell në dritë vizionare dhe sipërmarrësit që bën diferencën. Bëhu ti historia rrallës. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam një sipërmarrëse shumë të zonjën, edhe një profesioniste shumë të zonjën. Arieta Mani, drejtuese e Montessori ABC. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësia është e jeme që i këtu. Arieta, unë jam gjithmonë kurioz me ditë fillimet. Cili ka qenë ai piknisja jote në biznes? Ç'a të motivovi? Pse venose me hap një biznes? Tani unë kam filluar shumë thjesht, Giulio, me thënë të drejtën. E kam fillu kur fëmijët e mi pak a shumë kishin marrë një farë, le të themi, kishte kaluar ajo faza 3, 4, 5 dhe pa shumë vështirësi. Nga ana e prindit, dhe thash si mund t'ju vinë në ndihmë qoftë prindërve të tjerë, por mendova nisja ishte pikërisht tek fëmijët e mi. Dhe thash, kjo grup mosh dhe kjo ka nevojë për diçka më shumë. Kështu bëna pjesë e një biznesi dhe jam këtu ku jam sot. Wow. Do të thënë histori tipike si përmarrësit, shikon një problem që e ka vetë, edhe thotë që këtë problem përveç se do zgjidhë për vete, s'do e ketë askush tjetër. Dashuri e madhe për fëmijët dhe mendova që mund t'ju vijë ndihmë shumë prindërve, me thënë të drejtën, pash nevojat. Problematika që pash tek fëmijët e mi, vajtja në kopsht, përqasja, adaptimi me kopshtin, problematikat, sidomos me atë dytin i çik më shumë se me të parin, thash, opa, këtu duhet një ndihmë për këta prind. Kështu ishte nisja, shumë thjesht, me thënë drejtën. Pa menu rrugtimin dhe problematikat e një biznesi, mandej se nuk ishte kaq thjesht. Po, kuptoj. Do dal pak prej biznesit, se më kujtove, do marr një fjalë që thati, fëmia i dytë ishte pak më në thojza i vështirë se i pari. A është edhe në psikologji kështu se kam ndjeruar shumë njerëz që e shpjegonin kështu për shembull, fëmia i parë çdo gjë që bën është e re edhe për prindin. Si më thon, edhe fëmia i parë është ai që në thojza i thyn veshin prindit me veprime të reja të tjera. Pastaj i dyti, sikur ka pak më tolerancë, nuk i bën shumë përshtypje prindit. A është e vërtet me psikologjia apo jo? Shiko, deri diku është e vërtet, por secili fëmijë ka karakterin e vet. Për shembull, po tek fëmijët e mi, i madhi natyrë e qetë, sigurisht u mësova me atë qetësinë dhe adrenalinën e kësaj qetësie. I dyti pastaj adrenalinë ndryshe, më i vështirë, më kërkues, pra gjë që nuk e kisha marrë tek fëmia i parë. Kështu që automatikisht u mësova me diçka të re. Pra do them edhe në psikologji, secili fëmijë ka karakterin e vet, nuk është e thënë që është fëmia i parë është përqasje, është rrugë mbase, ec në rrugën e tij dhe është pak më e thjeshtë, por në të dy rastet, i para apo i dytë, edhe i tretë do thoja, secili ka karakterin e vet dhe prindi mësohet me gjëra të reja. Super. Kthehemi te biznesi. Vendose me fillu si biznes ose me u bë pjesë. Cilat ishin sfidat e para, se besoj ke pas një motivim e tjerë, po tash e fillova me pa realitetin. Çfarë sfidash ka me ndërtu? U bëna pjesë e një biznesi, le të themi, të hapur në 3 muaj. Nuk është se ishte komplet nga nisma. Është edhe kolegja ime që jemi bashkë. Nisur nga kjo, mendova se do jetë e thjeshtë. Aty u përballa me gjitha vështirësitë. Kur them të gjitha vështirësitë, çfarë do bëjmë, si do ecim, ku
kush është problematika, gjëra që dilnin, problematika gjatë rrugës që as nuk I mendoje, po unë mund ta përshkruaj fare shkurt, le të themi. Unë u rrita bashkë me atë biznes duke mësuar. Fatkeqësisht ne si biznesmen, le të themi se fjala biznesmen është I madh, po të kësaj kategorie, të këtij 15 vjeçari, nuk është se duhet kishim informacionin për një trajnim, çfarë duhet të bëjmë, si të paktën ato përgatitjet bazë, le të themi, nuk ishte fare kjo në konceptet tona, ishte fare thjesht, do fillojmë fare një biznes, po se çfarë është biznesi, të gjithë ne besoj, jo vetëm unë, po besoj edhe të tjerët, e mësuam rrugës, mësuam vështirësitë, rrugën e të pashtruar, gjë që e shtruam ne gjatë rrugës dhe erdhëm deri këtu ku jemi. Në një farë mënyrë është shumë e bukur, se ti mësohesh ditë, tani më unë di ku çalon çdo gjë dhe hapi që do marr është me laps me letër, po gjë që nuk e kam bërë më përpara, absolutisht unë u rrita bashkë me atë biznes. Dhe jam shumë e lumtur. A mendon se është një lloj avantazhi I vogël mos dija e sipërmarrësit të ri që nuk e din se what it takes, domethënë nuk e din ça duhet me ballë, çfarë vështirësish ka. Me thënë të drejtën, do thoja është një lloj avantazhi, sepse unë po të nisja një biznes duke pas gjitha njohurit, do isha trëmb. Do thoja. Unë edhe në kohën kur e nisa, e them me pastërti të madhe, e nisa dhe nuk e kam, le të themi, nuk e kam bisedu as me të shtëpisë në aspektin që po bëj këtë gjë e madhe, sepse e dija që duke filluar që të I madh apo njerëzit e mi do më thonin është nisme madhe, ka këtë rrezik, duke pas një farë eksperiencë me jetën e tyre do të ndalonin. Edhe thash unë do hy, do e provoj dhe do vazhdoj. Kështu që po them që është një farë avantazhi dhe mos dija, më thojza. Sfidat I kuptova. Po momentet e para ose fitoret e para që them me vete pritëherë se më duket kjo gjë po funksionon ka. Shiko, patjetër që I mbaj mend dhe janë të rrënjosura kështu. Mbaj mend ato fillimet e mia me 2 klasa. Një klasë me 5 fëmijë, ku 5 ishin, mos them, fëmijët e miqve, dhe klasa tjetër që nisi ishte bosh për të vazhduar procesin. Kur filloi të mbushej klasa tjetër, ishte kënaqësi shumë e madhe. Dhe ta them Giulio, në fillimet e mia, unë kam pas një staf shumë të ngushtë. Shumë të ngushtë. Një person kuzhinë që ishte person sigurisht I profesionit, po ishte person që erdhi për të ndihmuar. Në të 2 klasat, tek njëra klasë isha unë, tek klasa tjetër ishte kolegja ime, që pra e nisëm me këtë lloj vështirësie. Dhe kur ne punësuam një person të tretë, pra dolëm jashtë dhe një klasë, le të themi, mori zyshën përkatëse, aty thash po fillon të funksionojë. Pra ishte ajo drita e parë që sigurisht motivon jashtëmase shumë. Motivon jashtëmase shumë. Të kuptoj. Besoj është kënaqësi kur e shikon atë John që John tonë të ecë edhe kur nuk ke ti direkt ndoshta dorë tek ajo. Si the ti ke marrë një zysh për shkak një mësuese edhe ajo vazhdon vetë. Tashi këtu do të kundërshtoj pak në aspektin ec gjëja vetë. Fatkeqësisht në Shqipëri është pak e vështirë, të paktën profilin tim që gjëja të ecë nëse ti nuk je prezent. Okay. Duhet jesh non-stop prezent aty dhe të motivosh, qoftë zyshën, të ndërhysh me detaje, unë edhe tani në 15 vite eksperiencë që janë bërë tani, absolutisht dita ime nis aty dhe mbaron aty. Jo pse gjërat brenda nuk ecin vetë, por le të themi ecin mbase duke çaluar. Që kur ti e shikon me syrin tënd je aty, çdo gjë është perfekt. A është kjo edhe kështu, si është e shpreha lead by example? A ban këtë John edhe për me dhanë shembull edhe të stafi, që ti shkon ndoshta e para në punë, i ke fundit, po themi? Është një gjë që nënvizohet edhe nga ata. Kur ti vetë je këtu, kur ti vetë bën këtë, patjetër që edhe ne vim pas tejet. Absolutisht tani më është dhe në një pjesë e le të themi motivimit, bëhet dhe për këtë gjë. Por unë, Giulio, kam zgjedhë dhe kjo besoj do jem gjatë gjithë kohës. Dua që të jem pjesë e prakticitetit, pra nuk dua të jem ajo që tani më është, le të themi, mënyra për të qenë në një zyrë e hat dhe për ta ndjekur nga aty. Nuk është kjo praktika ime. Unë jam klasë në klasë, jo mbase për të kontrolluar, po për të futur sa më shumë gjëra të reja dhe pastaj biznesi im është punë me fëmijë. Duke qenë punë me fëmijë, është punë shumë me le të themi, është shumë e vështirë do thoja, sepse të dorëzosh fëmijën
të ka dorëzuar gjën më shtrenjtë, që këtu nis ajo vështirësia e punës time. Kështu që dua të jem vetë në çdo detaj. Po e vazhdoj këtu te kjo që më the, gjëja e fundit, vështirësia. Çfarë është gjëja më e vështirë të punuarit me fëmijë? Shiko, ne që jemi aty me fëmijët, do thoja është tani ne jemi mësuar. Madje kur vin prindërit thonë, "Ore, si ka mundësi që tek ju ndjek rregullin, është okay, është." Mbase edhe vetë mënyra se si është ndërtuar kopshti, mbase edhe përqasja, domethënë që kopshti ka, metodika Montessori është perfekte. Do thoja, nuk e di, ne jemi mësuar, fëmijët janë mësuar, çdo gjë shkon perfekt, ka edhe dinamizma, por që sigurisht i menaxhojmë me shumë profesionalizëm. Po pjesa më e bukur e të punuarit me fëmijë? Shiko, pjesa më e bukur është kur ti merr dhe një përqafim nga i fëmijë në fund të ditës dhe të thotë fare kështu thjesht, Arieta të dua, ose je shumë e mirë, ose kjo është ai atashimi im që mua më lumturon, ose kur shikoj buzëqeshjet e tyre. S'ka lumturi më të madhe. Besoj ti mëson shumë fëmijëve. Po fëmijët, çfarë kanë mësuar ty? Shiko, nga njëherë më është thënë nga të rriturit, shiko, mendo pak më ndryshe se ngele 4 vjeç. Me thënë të drejtën. Pra kur del nga kopshti nuk je në kopësht, po je jashtë. Është shumë bukur ti jesh 4 vjeç, 5 vjeç apo 2 vjeç, sepse je në atë botën e tyre dhe është një botë shumë e paqët që fatkeqësisht jashtë botës tyre është pak e vështirë ta gjesh, që marr pafund lumturi aty. E kuptova. Arieta, ti je mentore edhe për fëmijët, edhe për stafin, për bashkëpunëtorët. Po ti vetë, a ke pas një mentor ose disa mentor? Sigurisht se dhe unë kam mentorët e mi, sigurisht marr frymëzim nga kjo pjesë, por edhe jam përpjek dhe përpiqem maksimalisht që ta transmetoj në kopësht. Çka do thot, dua që për ata të jem një mbështetje, pra të trokasin të jem aty me ata për t'i motivuar. Dhe jam e kënaqur se shikoj është thënë, thuhet që jemi shumë okay, na pëlqen mënyra jote, do të thënë krijoj po themi një rutinë time në kopësht një herë në 3-4 ditë ose në fundjavë të premten, është si takimi jon, nuk është takim pra me atë fjalën në rëndomt, mbledhje, nuk ekziston. Thjesht takohemi për qef, krijojmë atë atmosferën tonë, themi problematikat që kemi, përpiqem që çdo problematik ta kaloj me motivim, sepse mendoj se për njeriu kjo është çelësi. Mënyra kritikuese, mënyra nuk bën, nuk është as për fëmijën as për të rriturin. Kështu që duke qenë sa më motivues për njëri tjetrin, patjetër që puna ecë perfekt. A kemi një mentor ose mund të kesh pas një mësues, po themi, një profesor ose edhe një mentor online për shembull? Po, unë kam një mentore shumë të mirë madje. Ajo është pjesë e psikologjisë, është pedagoge, madje mund t'ja përmend dhe emrin, është Irena Hysenaj, unë e dashuroj dhe e dua shumë. Është person perfekt. Okay. Kaç mund të them, po më jep frymëzim pa mas. Mënyra e saj përqasja dhe gjitha. A është i rëndësishëm në të vërtetë mentori në jetën tonë, apo mund t'i zgjillim gjitha vetë, mund t'i bëjmë tana gabimet vetë? Jo, absolutisht mentori është shumë i rëndësishëm. Të paktën në përqasjet e mia në mënyrën time është shumë i rëndësishëm. Është një person ku ti shkarkon gjithë atë ngarkesën, le të themi, të ditës, të javës, të muajit, varet se si e ke fut në prakticitetin tënd, por shiko Giulio, mbase nuk është mundësia gjithë kemi një mentor, po edhe një familjar që të mbështet, po edhe një person që ti shkarkon, domethënë përpiqesh që tek ai të japësh ose të marrësh më të mirën, sigurisht po të shkarkosh atë energjinë e ditës. Unë këtë e bëj pafund me 2 fëmijët e mi. Okay. Kështu që nuk e di mbas edhe i kam lodh, po përpiqem tek ata që të jem non-stop, domethënë janë 2 persona që më japin frymëzim, por edhe i kam si mentor në thonjza. Praktik. Kuptoj. Jo prindërit keni një fiksim, po them kështu me fjalë popullore, që jo ta përsërisni diçka shumë sepse doni me programu për shembull fëmin. Kështu e kam thënë me prindërit e mi. Muaj men gjithmonë të njëjtat fjalë, gjithmonë të njëjtat mësime. Për një 10 vite rresh kështu, fëmijë. Cilat janë ato gjëra që ti ja përsërit gjithmonë fëmijëve tuaj? Shiko, unë jam përpjek dhe përpiqem maksimalisht që këtë e them, e bëj dhe praktikoj. Shembulli është më mirë se fjala. Okay. Pra përpiqem që mos flas shumë, po t'jap shembuj.
kjo më ka rezultu, sepse forca e fjalës është ajo që ti the, të lodh gjatë gjithë kohës, edhe të hyt këtej delandej, pastaj fëmia thot, ama se këtë bisedë keti gjatë gjithë kohës, dhe një gjë tjetër që unë tani në moshën e tyre të paktën që kanë ata, është i lë të provojnë gjëra. Okej. Qofse vjen dhe më thot kam dëshirë të bëj këtë, gjëja më e mirë nuk është se jap, s'kam si, por një gjë që do ta provoj, po i them, nëse nuk e provon, nuk e mëson dot. Të paktën kjo është praktika ime. Dhe më ka rezultu pozitive. Po si ta kuptojmë që ndoshta ajo kërkesa nuk bën sens për shembull. Se jam dakord me lan fëmijët ose adoleshentat me provu, me testu veten. Po si ta kuptoj një prind që nuk bën sens kjo kërkesa e tij? Shiko, e para njëherë prindi duhet kuptoj çfarë ndjejnë fëmia. Pra, mos jemi me këmbët e para që vjen dhe thot diçka dhe ti t'i japësh nga jotja. Përpiqu të kuptosh çfarë ka kaluar. Po t'jap një shembull të thjeshtë, se mbase bëhet më i kuptueshëm. Nëse vjen një fëmijë, le të themi 5 vjeç, të vjen dhe të thot mosha e tij 5, mami ose babi thot, shiko, e di si është puna, sot në shkollë Davidi më mërziti shumë, më tha këtë, më erdhi t'i bia me grush sepse ishte më mori fletorin, më hollin tokë, nuk i bëra asgjë. Reagimi i shpejt i prindërve që vjen është thot, po jo, se ti e ke shok, po edhe fillon i jep mend fëmijës. Kupton, nuk duhet bësh kështu, nuk duhet, ndërkohë që prindi edhe me një fare thjesht, me një mënyrë ti thot si unë ndjeve të pas ka mërzitur shumë, të pas ka mërzitur, kuptoj, të pas ka mërzitur, kuptoje njëherë se si ndjehet fëmia. Pastaj mund të dalësh tek ai mesazhi që duhet japësh. Por nëse nuk e kupton si ndjehet, edhe fëmia të kuptoj që ndihet i kuptuar, është pak e vështirë. Pra ti po i thu që ta përmbledhi, ti po i thu prindërve që në fillim bani pyetje me kuptu situatën, edhe fëmia vetë qartësohet duke u përgjigj. Flet më shumë me ty, të shpjegon më shumë nga detaji, thot jam një person që po kuptohem, pra babi, mami po më kuptojnë dhe unë fillon e shpreh, ndërsa nëse ti e pret i thua që e ke shok, duhet bësh shumë, mos vepro kështu, nuk e ke kuptuar se ai është shumë nuk ke kuptuar zemrimin e tij. Edhe jep mesazhin që ti sillu kështu, ama ti nuk di. Kështu që e kuptova. Lëre që ta thot vetë. Super. Shiko, në psikologji Xhuli është fare thjesht, se thuhet dhe kjo, ju e keni thjesht jepni një këshill, po edhe në praktik nuk është e vështirë nëse ti e praktikon. Pra, përpiqesh me veten tënde dhe thua, unë si prind do praktikoj këtë gjë, nuk është fare e vështirë sepse të bëhet e jotja. E kuptova. Super. Një lider në optikën tënde si psikologe, një lider lind apo bëhet zhvillohet gjatë rrugës? Një lider edhe lind, unë them lind dhe forcohet gjatë rrugës, sepse karakteristikat e një lideri, po t'i marrim që në vegjëli, që të hershme, ai është i prerë për i dhënë drejtim situatës. Edhe në lojrat, kur ai bën me fëmijët në obor, është i prirur për këtë gjë. Të paktën po marr eksperiencën time. Më është thënë gjithmonë, madje edhe më thuhet tani që ti ke qenë gjithmonë zysha, na drejtoje, domethënë brezi im atëherë. Kështu që kam nxjerr në pa ditur të lexoj në atë kohë që un kam pak aftësi lideri. Kështu që un mendoj se lider lind, po duhet për të zhvilluar, patjetër që bëhet rrugës pastaj. Super, kuptova. Areta, po aftësia e shitjes edhe bindjes, sa rëndësishme është për një biznesmen ose një lider që drejton një skuadër, drejton një departament etj. Sa rëndësishme është aftësia për me i shit dikujt, jo thjesht një produkt, po me i shit një ide, me i shit një. Unë mendoj se është çelësi i një biznesit, aftësia mënyra se si ti e shet, cila do qoftë tema, e kupton cila do qoftë tema e biznesit, sepse edhe në punën time, fillimisht vin prindrit, po të jap eksperiencë të shkurtër, gjë të shkurtër, shembull të shkurtër. Vin prindrit dhe nuk është se di se çfarë bën brenda. Është pikërisht mënyra se si ti ja shet këtë gjë në thojza, pra i tregon se çfarë aplikohet, si jemi ne, kush jemi ne, çfarë bëjmë ne. Pra që këtu ai 80% e ka marr drejtimin. Do vi apo s'do vi. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme, ka të bëj shumë. Super, kuptova. Cilat janë gjanat kryesore që kërkojnë prindërit kur doin me sjell fëmin në kopësht?
Ose ato gjona që i shqetësojnë më shumë, a kanë më shumë të siguria, a kanë më shumë të fëmijë të tjerë për shembull, a kanë më shumë të metodika mësimit? Shiko, vitet e fundit është shumë perfekte sepse prindrit kërkojnë metodikën. Okay. Pra, metodika është kuptuar tani më që është thelbi i rritjes së një fëmie. Domethënë nuk është ajo përqasja që ka qenë dikur, çfarë ha, si ha, kush është ushqimi, domethënë sigurisht aq ka qenë informacioni, kurse tani kërkohet metodika. Metodika është shumë e kërkuar. Di që ju përdorni metodikën Montessori. Po. Edhe kam një gjuhë që është shumë e famshme në botë, edhe më e mira besoj për këtë, si më thënë, për kopshtet e fëmijëve. A mundesh më shpjegu pak si funksionon te ju? Metodika Montessori është dhe perfektja do thosha për rritjen e një fëmie. Pse është perfektja? Është sepse tek fëmia krijon një pavarësi, krijon një mënyrë përqasje të menduarit dhe të vepruarit, nuk ka një xhelat te koka, le të themi një mësues te koka që e orienton, por është vetë ai që merr orientimin. Mësuesi në këtë pjesë është thjesht orientuesi nga larg. Sigurisht ka të bëjë shumë dhe arredimi mënyra se si e përqasjes Montessori, sepse çdo gjë është në lartësinë e tyre dhe çdo material, le të themi në klasë, është i vendosur në vendin e tij. Pra, fëmia kur hyn në klasë, hy dhe thot çfarë do bëj unë sot, me çfarë do merr, me cilën nga shkencat do merrem unë sot. Pra, le të themi terreni i shtruar dhe ai fillimisht e mendon, pastaj e vepron. Dhe ky është çelësi, sepse shablon në kopshtet tradicionale është mësuesi ai që ka në dorë çdo gjë. Është teknika që vihet përpara dhe ti duhet ta bësh këtë. Pa marr parasysh që fëmia mund të mos e dojë si gjë ose mund të mos jetë fusha e tij. Kështu që vetë mënyra e përqasjes Montessorit është kjo që në një klasë janë gjitha fushat dhe fëmia zgjedh vetë. Patjetër me orientimin dhe vëzhgimin e zyshës nga lart. Ky është çelësi dhe kjo është prandaj them është metoda perfekte. Pra i zgjell vetë ato lojrat, po themi, nëse mund të them të lojrat. Po, zgjedh vetë fushën, sigurisht që është shpjeguar nga zysha, zgjedh vetë fushën që duhet merret, atë që ka qejf të merret dhe orientimin drejt asaj fushe. Sigurisht që programi është i gjerë dhe ai do t'i prek të gjitha fushat, po, por zgjedhja dhe mënyra është e tij, është e para e tij. Dhe kjo është thelbi që ai si individ duhet, le të themi tani është fëmijë, po nesër do jetë i rritur. Nëse nuk i kalon gjithë procesi në mënyrat menduarit, pastaj të vepruarit, është pak e vështirë për të formuar tamam. Kështu që për mua kjo është metoda perfekte. E them perfekte sepse tani e aplikojmë vetë, por di të bëj dhe dallimin nga çishte me ç'është. Pra, se unë kam bërë dhe kopshtin tradicional në aspektin ato programet e gjitha, ka një diferencë shumë të madhe mes tyre. Në zhvillimin e fëmijës, ndaj them është perfektja. Ç'a përfshihet tjetër te kopshti juaj, përveç metodikës? Metodika e përfshin gjitha. Pra, ne kemi fëmijë nga, le të themi 6 muajsh deri në 6 vjeç, se kjo është i gjithë procesi dhe janë të ndara në grup mosha dhe përfshihet i gjithë procesi ditor, duke filluar edhe kujdesi, edhe ushqimi, edhe gjitha. Domethënë është një metodika është baza e gjës. Flasim pak Arieta si biznesmene. Ç'a është leku për ty? Shiko, unë mund ta përshkruaj shumë thjesht, Giulio, se dua të jem shumë realiste. Leku është një mjet që ty të ndihmon për të plotësuar disa gjëra që ti qoftë ëndra, qoftë dëshira. Pra, nuk mund të them se është i parëndësishëm. Patjetër është i rëndësishëm, po do doja që në biznes mos jetë fokusi leku, sepse nëse fokusi është leku, pastaj e gjithë ajo objektiva që ti ke në biznesin tënd. Është shumë i rëndësishëm, patjetër që vjen nëse ti realizon atë objektivën tënde, patjetër. Por edhe i parëndësishëm nuk e them dot se të ndihmon maksimalisht për të ecur përpara, për të zhvilluar. Po suksesi. Ç'është tamam për ty? Arieta e suksesshme. Po, mendoj se do më duhet akoma më shumë punë që unë t'jem e kënaqur me atë dëshirën time, që unë i kam vendosur objektivat e mi vetes, dhe suksesi për mua është kalimi këtyre vështirësive dhe ngritja e një stati më lart. Kaq thjesht.
Tani sa do jetë ky stadi është dhe ego personale, është dhe dëshirë për punën që bën. Ku e shikon biznesin Arita në 5 vitet të ardhshme? Shiko, unë kam një gjë shumë të këndshme me veten, Xhulio, madje kjo mund të jetë lloj batute. Unë fillimisht, mos e më ka ndihmuar dhe psikologjia shumë. Fillimisht unë e projektoj në mendjen time. Pra duke projektuar në mendje, pastaj përpiqem ta bëj në praktik. Por çuditërisht më ka ndodhur fiks ashtu siç un kam dashur. Kështu që projektimi në mendje dhe ndjekja kanë shkuar gradualisht. Nuk e di mbase është vetëm e imja, mbase kjo është Chelsea, nuk di ta them, por unë fillimisht e projektoj pastaj ecë. Më the ku e shikon biznesin në të ardhmen. E shikoj shumë të zhvilluar, mbase edhe me grup mosha pak më të mëdha, por patjetër që e shikoj shumë e lartë se ku është. Super. Kjo pjesa e projektimit, është edhe një lloj vizualizimit dhe manifestimit, apo është më shumë, si më thënë, pragmatike, për shembull, kështu do e bëj, kjo është plani etj. Apo ka edhe një sens spiritualitetit ose Shiko, ka edhe një sens spiritualitetit, ka edhe një unë mendoj është fiks, është si metoda Montessori, nëse ti nuk e mendon, se kthehem po prap te dëshira ime. Nëse ti nuk e mendon, nuk e bën dot. Pra është e njëjta gjë. Pse jemi të rritur, ky është të gjithë një proces kemi, kështu që unë e mendoj, pastaj e veproj. Dhe thash, a ka ndodhur çuditërisht kjo, nuk e di, mua kështu më ka ndodhur. Te zhvillimi jot personal, sa kohë shpenzon? Sa kohë i kushton? A lexon libra, a merr pjesë në trajnime? Shiko, unë do ta nis me një batut të djalit tim të vogël. Kur më shikon duke bler libra, mami po luan bixhoz. Në aspektin kaq shumë shpenzoj për veten time në këtë pjesë. Lexoj pafund, përpiqem të marr trajnime pafund sepse unë e di dhe jam e bindur që zhvillimi i një personi vjen nga ky lloj zhvillimi. Pra zhvillimi personal është shumë, po shumë i rëndësishëm. Mindseti është Chelsea çdo gjëja. Kështu që unë pjesën më të madhe të lekëve shpenzoj këtu. Super, shumë bukur. Për dikë që ka dëshirë me ndjek, po themi hapat tuaja, ose me marr shembullin tan, po themi një djalë ose një vajzë të re. Çfarë libra shi sugjeron? A lexon ti vetëm libra profesional, për shembull, po themi për psikologjinë, apo edhe për mindsetin, për suksesin, për networkun, për shitjen, etj. Shiko, unë do të them një gjë shumë të bukur këtu. Mbaj mend një herë një kohë kam dëgjuar një nga kokat e këtyre që thoshte mos lexoni vetëm romane. Kështu që unë them këtë, patjetër romanet janë shumë të bukura edhe unë i lexoj, ka romane që lexoj, por më fokusohem më shumë tek librat e suksesit, mindseti dhe motivimi. Pra këto janë Chelsea i le të themi i librave. Pjesën më të madhe e shpenzoj për këtë gjë. Romanet, janë të këndshme, patjetër është një gjë që të bën të ndihesh mirë, por Chelsea mendoj se janë këto lloj libra, kështu që lexoni sa më shumë dhe libra që ju vlejnë. Super. Arita, si person, edhe si businesswoman, a të motivon më shumë kur thënë njerëzit mund t'ja dalësh apo nuk mund t'ja dalësh? Shiko, unë në eksperiencën time njerëzit, unë kam një gjë dhe këtë e këshilloj. Kur do të bësh diçka, e vendose bëje. Sa më pak ta flasësh me njerëzit, jo për çështje të mos e din, po thjesht mendimi i tjetrit ose të fut në ato frikrat e tua dhe kur hyri frika në mes nuk të lën të qarkullosh, të ecësh, të marrësh frym. Kështu që nëse ti ke një pasion, ke një dëshirë, e mendove, bëje. Dhe unë e them këtë, e thash dhe në fillim që ju a them dhe fëmijëve të mi. Nëse nuk e provon, nuk ke nga ta dish si të ecë. Ti më dhe opinionin tënd, po mbase opinioni jo të shtuj, po unë mund të kem një tjetër sukses. Kështu që diçka që është e menduar me dëshirë, praktikoje sepse do ecë me patjetër. A është e vërtet nga ana psikologjike nëse thot dikush për shkak ti nuk bën për këtë punë ose ti nuk mund t'ja dalësh, në fakt ato po projektojnë frikrat e tyre te ti. Është shumë e vërtet. Absolutisht që projektojnë frikrat dhe është shumë gabim që kjo thuhet. Dhe kjo është një këshill për prindrit. Sa më pak mos e bëj, sigurisht
le të themi kur kanë matur një farë balance, se nëse e shikon fëmijën që është degradu, patjetër që fjala mos duhet, por sa më pak frikra tek fëmijët, sepse ndikon në zhvillimin e tyre, ndikon në ecurinë e tyre. Kështu që sa më shumë lërini të provojnë, dhe metoda Montessori, mendo, provo dhe pastaj bëhu, është çelësi i çdo individi, qoftë fëmijë i vogël, qoftë adoleshent. Super. Me sa diun, njerëzit ose fëmijët nga mosha 0 deri në 7 vjeç është pjesa ku ata nuk kanë një mendim kritik, edhe programohen më thjesht, i marrin për bazë çdo gjë që i thuhet. Edhe sigurisht që aty krijohen edhe traumat e para. Edhe ato futen në subkonsciencë, edhe subkonscienca na drejton rreth 80% me sa diun të veprimeve sot si të rritur. Eksakt. Po nëse ne jemi programu gabim në disa gjëra, a ka ndonjë mënyrë për me riprogramu veten siç duhet kur jemi të rritur? Absolutisht po. Nëse ti ke një dëshirë dhe e pranon një herë që ti shiko, ka një gjë që s'shkon me ty. Gjithmonë në momentin që ti e pranon dhe ke dëshirën për të rregulluar, patjetër që po. Është vetëm dëshira dhe mënyra, patjetër që rregullohesh. Nëse ti e shikon se vepron gabim, ka një gjë që nuk shkon dhe do ta rregullosh, patjetër që rregullohet. Rita, si e shikon, sepse di që ke kontakte edhe prindërit e fëmijëve që vinë aty, kanë një lloj niveli, po themin shoqëri, edhe kanë biznese të ndryshme. Si e shikon klimën e biznesit, nga gjërat që ndjen, nga bashkëpunimet që ke etj. Edhe të ardhmen e biznesit në Shqipëri. Shiko, unë dua që siç kam dashur dhe vazhdoj ta mendoj që duhet jetë një ambient ku unë t'ju ofrohem në ndihmë këtyre prindërve dhe sigurisht të ofrohet, sepse janë njerëz që kanë një farë niveli dhe patjetër duhet t'ju ofrohet diçka për lehtësinë e tyre. Dhe ndaj unë jam në zhvillim sa më shumë që ky program të aplikohet ashtu siç duhet dhe mos jetë fatkeqësisht siç është në Shqipëri. Metoda Montessori është thjesht një, le të themi, është shitur më shumë si biznes, pra është një kategori grup prindërish që mund ta marrin. Jo. Metoda Montessori është thjesht një metodologji që çdo grup mosh, çdo grup, le të themi, jo vetëm ky grupi që kanë mundësi për ta paguar, mund ta marrin. Është një metodologji që unë do thoja që të ofrohet në gjitha kopshtet, a është e mundur, sepse ka fëmijë dhe rrisim individ më të paqët dhe më shembull, më të aftë për veten e tyre. Duke di që keni një klientel me lloj nivelit, si më thon, siç thash më para, profesionista ose biznesmen etj. Le të quajmë të pasurit, kështu. Po në popull kena këtë stereotipin që të pasurit thjesht janë egoista, dojnë me ditë veç për veten, ndoshta as për fëmijët e tyre shumë etj. Më thuaj të vërtetën, Areta, a shqetësohen, a preokupohen, a pyesin të pasurit për fëmijët e tyre? A i bin mrapa nevojave të tyre? Absolutisht që po. Janë një target group që mbase është i paragjykuar, por absolutisht që kërkojnë shumë, janë shumë të kujdesshëm, janë shumë të informuar, mirëqenia e fëmijës për ata është primare. Të paktën në target grupin që kam unë në Kopësht. Janë shumë të përgjithshëm. Sidomos prindrit e rinj, domethënë, prindrit e rinj janë shumë të lexuar, kanë një informacion shumë të gjerë dhe kërkojnë pafund. Dhe kjo gjë më lumturon sepse le të themi është afër me objektivat e mia. Pra unë dua të fus diçka sa më të mirë që fëmijët përthithin, por kam dhe përqasjen e prindërve që edhe ata kërkojnë një gjë të tillë. Kështu që unë e hedh poshtë atë. Okej, super, të kuptova. Kjo është pyetja ime e preferuar në podcastit. Areta, 15 vite më parë vendosëm me u bë pjesë e një biznesit. Edhe kisha ëndrrën tonë dëshirën me zhvillu, me rrit, me i shërby njerëzve. Edhe sot je përballë pasqyrës, edhe po shikon Arietën para 15 viteve. Edhe ajo po të shikon ty, sot një person i arritun, jetullon një shërbim shumë të mirë, jetullon një kontribut në komunitet. Qa mendon se do thosht ajo ty, duke të pas sot njeriu që i bë, edhe gjanat që i ndihmon të tjerët? Do mendoja se do më thoshte pikërisht këtë. Bravo që nuk pyete,
nuk dëgjove, atë që doje ta bëje nuk e ndave dhe nuk more nga të tjerët frikrat e të tjerëve, por vendose ta provoje. Kështu që këtë do më thoshte. Jam shumë e sigurt. Po ti çfarë do I thoshe asaj? Ja dola, jam shumë e kënaqur që ja dola dhe do ndiheshim krenare të dyja. Okej. A do jepje një këshill për shembull të ditë këtë që din sot? Edhe Për persona që do jepshe Arjetës në fillimin e saj, Po. biznesit, do një këshill që ndoshta se ka ditë ose janë ndoshta disa vite për më mësu. Patjetër që po, do jepja shumë këshilla, do I thoja fillimisht puno dhe shpenzo shumë për mindsetin tënd, sepse është çelësi I asaj që ti do nxjerrësh, I objektivave të tua, kështu që kjo është këtë këshill do jepja, domethënë shpenzo shumë për formimin tënd, sepse ky është dhe çelësi I biznesit, jo vetëm timit, po I çdo biznesmeni në botë, domethënë mënyra përqasja se si ti mendon dhe se si ti, domethënë sa më shumë ti I fut vetes informacion, ato informacion patjetër që ti do ta ndash me të tjerët. Dhe ky mendoj se është çelësi I çdo biznesmeni. Super, shumë bukur. Kalojmë pak te pjesa e psikologjisë, te profesioni jot. Po. Se janë gjëra që kanë shumë interes, sidomos nga prindërit. Për shembull, cilat janë disa nga shenjat që tregojnë që fëmia ka stres ose ankth, ose mund të ketë stres ose ankth? Shiko, varet tek grup mosha, për kë grup mosh po flasim, por le të marrim një grup mosh 3, 4 ose 5. Nëse fëmia ka ankth, e para ose do mbyllet në vete dhe nuk do flas, nuk ka I humb dëshira për aktivitetin ditor, e shfaq në të ngrënë, ose e shfaq me hiperaktivitet. Pra, ti si prind duhet të jesh shumë I vëmendshëm të lexosh sjelljet e fëmijës tënd, sepse aty po ndodh diçka dhe duhet patjetër ka nevojë për ndihmë. Janë të pakta ata fëmijë që e thon. Kështu që prindrit duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të lexojnë sjelljet e tyre. Kuptova. Pra, nëse mbyllen vetvete, nëse janë domethënë nëse janë me ekstremet, ose mbyllen shumë rrin vetëm ose janë hiperaktiv. Edhe nuk kanë, domethënë dalin nga përditshmëria e tyre, nga rutina e tyre, një mosdëshirë, le të themi, për të bërë gjërat, ose një dëshirë e madhe për të bërë gjëra që ai nuk I ka bërë më përpara, sepse prindrit e ngatrojnë këto dhe thonë, "O shiko se ai është hiperaktiv, po luan se çka marr një vestë tani." Po duhet parë se kjo që po bën nuk është në karakterin e tij, pra diçka ka ndryshuar, ai po përpiqet ta menaxhoj veten, po në të vërtetë po të kërkon ndihmë. Dhe po të thotë që pra I vëmendshëm më lexo sepse unë s'jam ky, pra në gjuhën e tij. Dhe I them prindrit duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Ankthi, depresioni për të vegjëlit është pak term I rënd, por ankthi dhe frikrat janë shumë ndikojnë shumë negativisht në zhvillimin e tij. Kështu që është shumë e rëndësishme që prindrit të jenë aty non stop. Më kujtu një pyetje që kam kuriozitet personal. A ndikojnë kafshë shtëpiake tek fëmijët, si më thonë, a janë se kam lexuar në internet që mund të bëhen më dashur, më empatik ndoshta. Po, këshillohen që fëmijët të rriten, pra kur lind fëmijat, madje është shumë prindër e aplikojnë këtë që të marrin dhe të kenë dhe një kafshë në shtëpi, qoftë qen apo mace, sepse e bën më paqësor, e ndihmon që ai të jetë më, le të themi, të jetë më I dashur, të jetë më, sepse kafsha reagon në mënyrën e tij dhe fëmia mësohet me këtë gjë. Dhe është teknikë shumë e bukur, shumë e mirë dhe shumë frymëdhënëse. Super. Adoleshentat, periudha më vështirë për me u menaxhu. Edhe periudhë që kanë dëshirë me gjetat identitetin e tyre të vërtet, është periudhë tranzicionit, periudhë rebelizmit e tjerë. Ç'a duhet të kenë parasysh prindrit kur kanë një fëmijë në moshë adoleshencet? Si ta menaxhojnë? Po, unë prindërve të kësaj target grupi, të këtij target grupi do thoja, jepja vetëm një këshill. Komunikoni sa më shumë me fëmijët. Sepse kjo është mosha shumë delikate, ku ato kanë dhe procesin e zhvillimit të trupit tyre, të mendjes tyre, gjë që ata nuk e kuptojnë dhe reagojnë qoftë me qetësi apo reagojnë me shpërthime. Kështu që këtu hyn në proces pastaj
vetëm komunikimi. Sa më shumë të komunikoni, aq më shumë do merrni pjesë dhe do kaloj ky proces për fëmijët sa më lehtë. Që komunikimi është çelësi i mbajtjes së kësaj grup moshe. Kuptova. Individin e kuptoj që ka ato lohatjet e veta, dëshirat, pasionet, rebelizmin e tjerë. Po grupi, sa ndikon të adoleshenti? Ndikon shumë dhe grupi, absolutisht, sepse fatkeqësisht grupet, domethënë në grup fëmia kalon një pjesë më të madhe të kohës, sepse në shkolla janë kurset e gjitha. Pra, le të themi është pjesa më e madhe. Sa më me kom në tokë të jetë ky grupi, sa më i menaxhueshëm, sa më le të themi grup që motivon jo sherrin, po motivon të mirën, aq më shumë përthith fëmia. Le të themi merr më shumë nga grupi sesa nga shtëpia. Se shtëpia ka një gjë si model që këto do më flasin, do më thonë për të mirë. E kupton, dhe në grup ai përthith pa folur. Kështu që ai grupi duhet jetë shumë i kontrolluar. Ti do thuash si ta kontrollojnë prindrit, del dhe jashtë pritshmërive, domethënë përpiqet si prind ta kontrolloj, por del. Pastaj duhet hyn proces ajo se si është rritur fëmia, në aspektin sa ditë i përballoj, sa i përgatitur është. Kështu që procesi i prind fëmijë është gjatë gjithë kohës shumë i rëndësishëm. Të kuptova. Se ne mundona me gjetë zgjidhje për fëmijët ose për adoleshentat, po prindërit, sa vështirë është të jesh prind? Shiko, është për mua, unë e them, e kam thënë dhe vazhdoj t'ju a them dhe prindërve, është shumë e vështirë të jesh prind. Pse? Sepse ti do të bësh më të mirën, po edhe do të japësh më të mirën. Po për të bërë dhe për të dhënë më të mirën duhet të jesh shumë i kujdesshëm, dhe vetë fakti që ti duhet të jesh i kujdesshëm fillon hyn në lojë dhe vështirësia. Sepse ai nga ty merr 80% ose 90% le të themi të procesit të rritjes. Kështu që për mua shumë e rëndësishëm. Okej. Sa duhet t'i lejojmë adoleshentat të marrin vendime vetë, pa e ndërhy, ose pa i kufizu? Unë jam me përqasjen që fëmia duhet marrë vendime vetë që i vogël, pra të rritet me këtë, të tipit që t'jetë, domethënë, sepse nëse merr ti për të, po zhvillon një paaftësi tek ai fëmijë. Dhe ai do bëhet adoleshent që nuk di të marrë një vendim vet, po do bëhet një i rritur që s'di të marrë vendim vet dhe kështu do jetë gjithë procesi i tij. Unë do thoja këtë, Giulio, që është më mirë që ti jesh afër me fëmijën ta ndihmosh, po vendimet i marr vet. Nëse vjen dhe thotë, shiko, fare thjesht, një adoleshent, unë do bëj këtë gjë. Vjen dhe ta shpreh. Nuk i jepen këshilla që mos e bëj se kjo ka kështu, ose bëje se kjo ka kështu, pra mos je jep të gatshme. Le që aty ai të përpiqet të vendos vetë. Ajo që do thoja unë është provoje, por do jemi bashk. Pra ti provoje, po unë jam këtu. Do më tregosh si shkon në mënyrë që të jemi si shok. Këtu hyn ajo fjala që është prindi shok. Fiks në adoleshencë, duhet bësh shok me të. Në mënyrë që të komunikojë dhe të thotë sa më shumë, po vendime duhet i marr vetë. Super, kuptova. Do të bëj pyetje psikologjiet, po si businesswoman, si drejtuese një biznesit. Gjatë gjithë këtyre 15 viteve, a ke kanë më shumë kritike apo tolerante me veten? Shiko, me veten unë kam një gjë shumë bukur. Në darkë unë kam një lloj agjende, një lloj bloku, le të themi, fare kështu që unë mbaj shënim gjërat e ditës dhe e di ç'a mbaj aty, Giulio, mbaj fiks gabimet e ditës. Okej. I mbaj, le të themi 5, 4, 3, 2, ka ditë që s'ka gabime si mbas mendjes time. Dhe përpiqem që këto gabime që u bën sot të nesërmen të reduktohet. Tani nuk di si quhet kjo, kritike apo jo kritike, po unë kështu veproj. Okej. Super. Areta, pse mendon se ka kaq shumë paragjykim për njerëzit që shkojnë te psikologu? Shiko, mendoj se kohët e fundit sikur është zbeh pak si gjë, por le të themi që është aty. Nuk e di pse ndodh kjo, Giulio, po unë mendoj se një psikolog apo një mentor për çdo person është i duhuri. Kështu që për mua dhe po do thoja për gjithë është i duhuri sepse të ndihmon që të ecësh. Nuk është se po shkon te një psikolog dhe do mbushesh me mend. Jo, po shkon tek një person,
le ta marrim thjesht. Po shkon te një person që mbase ndoshta nuk e ke në shtëpi dhe nuk e ke këtë afërsinë apo në shoqëri, po shkon të shprehesh atë problemin që ti ke, të ndash problemin tënd me një person tjetër dhe që këtu është ajo ndihma që ti jep vetes. Pra heq nga vetja një problematik dhe e ndan me tjetrin. Kështu që nuk e kuptoj pse duhet të jetë Unë e di që ti shërben me, domethënë nëpërmjet psikologjisë, seancave i shërben njerëzve të ndryshëm. Po unë jam kurioz te liderat, te sipërmarrësit. E di që është në thojza sekret profesional që nuk i tregon bisedat me tjerë, por nëse mund të themi mund të flasim në general, në përgjithësi. Cilat janë disa problematikat e psikologjisë të liderave në Shqipëri? Ku e kanë ndoshta më atë sa mund të themi, si më thënë. Shikon. A e kanë të egoja, a e kanë të pranimi i njerëzve, a e kanë... ke qenë ndonjëherë tek një psikolog? Po. Çfarë të është thënë, besoj në fillim, që çdo gjë që flitet këtu ngel këtu. Po, është si te prifti, nuk lejohet. Çdo gjë që flitet aty, qoftë dhe me pyetjen që bëre, ngelet aty. Okej. Që të këshilloj, shko te psikologu dhe merre si gjë. Okej. Shumë diplomate. Sa gjatë zakonisht një seancë, si më thënë, po themi me ty, një seancë psikologjie? Po. Ose si quhet, terapi? Po, Okej. terapi. Një seancë terapie psikologjike. 45 minuta ose 1 orë. Kaq është dhe kështu zgjat, jo vetëm për mua, por për gjithë psikologët, është një kohë që është menduar e tillë, sepse aq ka nevojë njeriu dhe aq zgjat si, domethënë, aq ke nerva, flas ai pacienti që vjen tek ty, aq është koha e duhur. Kështu që kjo është 45 minuta deri në 1 orë. Kam një pyetje që ndoshta është pak naive, po në gjithsesi po bëj. Po jo psikolog, a keni vetë një psikolog? A shkoni te psikologu? Patjetër që po. Patjetër që po, dhe ne kemi një, le të themi, ne mund ta quajmë mentor të tipit është një person që është sepse unë ngarkohem në në tot seanca ngarkohem gjithë të ngarkesën që unë kam, do duhet ta shkarkoj tek një person tjetër. Kështu që është një kolegu ose kolegja ime që bëhet dhe ky shkarkimi. Është shumë i rëndësishëm. Dhe e kanë të gjithë, besoj e kanë të gjithë. Arjeta, për fëmijët pyeta, po për të rriturit, sepse e di që stresi, ankthi janë, po i quajmë kështu sëmundje të shekullit që shkaktojnë edhe sëmundje tjera. Si mund ta menaxhojnë ose si mund dalin nga kjo situatë? Po, Giulio, ankthi është një, le të themi, sëmundja e shekullit që ti duhet të mësosh të jetosh me të. Tani ti je me ankth, nuk është se shkova te psikologu, shtypa një buton dhe u shërova. Absolutisht, një person që ka ankth dhe e vuan nga ankthi, pra është i diagnostifikuar nga ankthi, jo se unë thjesht përjetova një ditë ankth, po diagnoza e tij është kjo, është një proces i tërë, le të themi, çfarë duhet bëj ai me veten e tij. Sigurisht është psikologu, sigurisht është terapia e medikamenteve dhe jeta e shëndetshme. Nëse ka terapi medikamentesh, se mund të jetë dhe pa terapi medikamentesh. Është dhe jeta e shëndetshme që ai duhet bëj. Pra, një individ duhet të mësohet të jetojë me problemin që ka dhe nuk është as pak e vështirë. Të menaxhojë simptomat e ankthit dhe të jetojë shëndetshëm. Pra, kur them shëndetshëm, do thotë stili i jetesës ka të bëjë shumë. Se si ai ushqimi, palestra, ecja, ti shmang vetes gjëra që e ngarkojnë apo e stresojnë dhe ky është stili i jetës. Këshillat me psikologun gjithmonë nëse psikiatri ka fut në diagnozën e tij se duhet të ketë terapi dhe terapia e medikamenteve që ndodh për të ulë simptomat e ankthit që janë agresive, le të themi në fillim. Dhe pastaj është menaxhimi i gjithë kësaj që ti more për të jetuar në vijimësi me këtë. Pra, le të themi, është një proces i gjerë, po quhet sëmundja e shekullit sepse nuk luftohet nga vetë individi. Qofse individi e ka, thjesht mëson të jetojë me të dhe nuk ka asgjë të keqe. Kuptova. Po natyra sa ndikon, se kam lexuar një artikull në internet që thoshte, tash nuk e di sa vërtet është, po të them çka kam lexuar. Në Japoni më duket, psikologët ose mjekët nuk të jepnin medikament, por në fillim të këshillonin me banja 1 ose 2 javë, më duket ecin natyrë, 1-2 orë në ditë. Pastaj nëse vazhdon për shembull ato simptomat, ke problematika, pastaj trajtojnë me ilaçe.
Sa rëndësishme është natyra në mendimin tënd? Po, e para një herë psikologu nuk t'jep ilaçe, është psikiatri ai që jep ilaçe. Kjo që natyra ka të bëjë shumë. Hy tek ai stili jetesës që unë thash. Pra natyra ndihmon, ecja, aktiviteti fizik ndihmojnë jashtëmase shumë në energjinë pozitive, në mënyrën se si ti e ngarkon trurin, sepse është shumë e thjeshtë, po ta marrësh, është shumë e thjeshtë. Ti del në mëngjes, bën një ecje dhe trurit tënd i dhurove përveç oksigjenit, qetësinë e asaj ecjes, pra le ta analizojmë si gjë, dhe e mbushe me energji. Nëse ti ngrihesh në mëngjes, shkon në një kafe dhe ke zhurmë, ke gjithë, pra trurin tënd e ngarkove me stres. Kështu që natyra, ecja dhe mënyra e shëndetshme të jetuarit kanë të bëjë shumë në menaxhimin e kësaj e stresit. Arieta, a do mi dhurash 5 minuta konsult falas? Po, patjetër. Okej, super. Te kjo pjesa e stresit të ankthit e kam unë, prap atë çështjen. Si ta trajtoj specifikisht ose konkretisht? Po, në moment je diagnostifikuar, besoj, ke marrë terapinë e medikamenteve, patjetër duhet i ndjekësh me shumë rregull. Ajo që duhet të bësh është dhe stili jot i jetesës, çka do thotë, dalje në natyrë ose aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Pra kjo duhet jetë si medikamentet. Futi vetes gjatë javës, le të themi 2-3 herë seanca palestre ose ecje çdo ditë në natyrë. Pastaj ushqimi i shëndetshëm është shumë i rëndësishëm, të hash me rregull dhe të jetosh shëndetshëm. Gjumi është shumë i rëndësishëm. I gjithë ky procesi është shumë e rëndësishme që 1 deri në 3 muaj ti ta ndjekësh. Okej. Po sa orë në ditë do të më fjet? Tani Giulio, e tham 5 minuta, kaloj 5 minutë që filloj me tarifat. Okej. Duhet të rezervoj sesionin pastaj. Arieta, ju psikologët ne tregoni gjanat kështu në mënyrën ideale se si duhet bëhen. Po ti vet, sa ndjek palestrën, mirë ushqyerjen, kohën natyrë? Shiko, unë më herët të thash që mënyra më e mirë është dhe shëmbulli. Okay. Pra, se si për qas. Unë po të them rutinën time. Në 6:30 jam në palestër, nga e hëna në të premte. Sigurisht pas palestre më pret një mëngjes shumë i mirë. Aktiviteti i ditës, gjumë shumë i rregullt dhe shumë kujdes me orët e vona, absolutisht. Pra unë vetë ndjek këtë gjën dhe këtë e them dhe me të tjerët. Kështu që jam një ndjekse e rregullt dhe në këtë formë menaxhoj stresin, vetëm në këtë formë. Okej, super. Arieta, shumë faleminderit që erdhe me tregu historinë tonë edhe përveç historisë edhe shumë informacione të vlefshme. Giulio, unë të falenderoj jashtëmase shumë, unë ndjeva shumë komode, shumë okej. Faleminderit për mundësinë që jep, sepse kjo është shembulli i njërit, bëhet dhe rrugtimi i tjetrit. Kështu që të falenderoj shumë për nismën dhe për gjithë këtë gjë që po bën. Faleminderit, shumë faleminderit. Gjithë të mirat.